Disa pjesë të videos janë mjegulluar për shkak të rregullave të marketingut të klubit Napoli që ndalojnë shfaqjen e markave jo partnere. Faleminderit për mirëkuptim. Mrapa meje është shtëpia e Amir Rahmanit në Napoli. Ambient fantastik. Paka shumë që kisho mujt me paramendu që mundet me qenë shtëpia e Amir Rahmanit. Kjo është shtëpia tamam. Kjo është më shumë përdoret gjatë verës. Kjo është ajo pjesa verore që mundesh me kalu gjatë ditës, që s'ke nevojë me hitje shtëpia madhe, që është ma lehtë kjo ashtu. Hin direkt. Po, okej. Ka kuzhinën, një dhomë. Është diçka më ndryshe që në shtetet të jashtme përdorin shumë. Okej, ku jena me lokacion qëtasht? Si jena bash në Napoli, po mdoket, se ecum ka gjatë me kërë, kështu. Jena 20 km për Napolit, Okej. po është për Napolit dhe të Servitja është kjo rruga që dush me bo. Përpara kom jetu në qendër, Napolit, po mbeke shumë larg për më arë Servitje. Kur ka trafik i bëna dhe në 40 minuta. Që këtu e kam 50 minuta maksimum. A është kjo shtëpia jota, e ke bleja, je me qira? Jo, me qira. Me qira, a? Arsyeja pse po të pyes është se po kam qef me ditë më shumë sa je i lidhur me këtë qytet, se nëse ke ble shtëpi bjen që pak a shumë me paramenën të ardhmën tonë për te i futbollit në çfarë qytet? Po, Napoli. A shet çashtu? Për shtas se kom menu shumë, edhe s'kom menu e para që rri ka gjatë në një vend. Po është viti 5 që jem këtu. Edhe nashta kom gabu që se kom ble një shtëpi deri tash këtu. Apo? Po se kom pa një mundësi që me nejtë shumë gjatë këtu. E ndodhi kështu, nëse kisha ardhur për shembull vitin e parë këtu me ditë që rri kaq gjatë e kisha blenë. Sa je i lumtur në klub këto, sa e paramenon të ardhmen, a është diçka, a menon pensionimin te Napoli me pak fjalë? A je libër i hapur kështu në karrierë? Futbolli nuk i dihet, me të drejtën. Mundesh sot më kon këtu nesër me ndru ekipin. Varet për oferta, varet çfarë moshe je. Ka shumë faktorë që ndikojnë performanca jote aktuale edhe ndër vite. Kështu që nuk dihet e ardhmja ku mundet më kon. Do me thonë prej ku e ke fillu ti karrierën në Rami Sadik, mas ne ke kalu në Drenic, përmirëson nëse ka bëj dikon jahuqi në i klub, mas ne ke kalu në Tiranë, Partizan, prej aty në Kroaci, Split, Dinamo Zagreb, ku ke qenë tjetër edhe një klub tjetër me gjasë. Si pjesë e Dinamos në Huazim Lokomotiv. Në Lokomotiv, po, mas ne Karon Torino, Hellas Verona, po, realisht, kur te këqyrë shto, e kena një farë përshtypje na që jena atje që futbolli vendor është shumë i bllokuar. Është gati e pamundur me depërtu. Sa është qyshe përshkruan ti që epizod? Me pas shumë fat me depërtu. Pjesa e më konë edhe fat edhe punë, normalisht përveç fatit me pas edhe punë. Dikush që ka talent e ka më të lehtë, edhe si pozicion, pozicion e lunë fush, sidomos për sulmuese dhe sulmues ansorë ose sulmues qendre që kanë kualitet ose talent më të madh shumë ma lehtë me depërtu. Po tani puna është ajo që ta marrë qëndrueshmërinë edhe vazhdimsinë te një klub ose në përgjithësi në karrierë tonë. A ka futbollista të mirë Kosova lokal po foli në klube qatë sa dinti, qatë sa ki njohurite, edhe a menon që kam potencial për me depërtu me pak fat që po thute, me pak mundësi? Shumë ka. Primosatorit mija, gjenerata jonë që u konë, ka pas shumë talenta. Shumë talenta që ka mujtë me depërtu shumë herë ma shpejt se unë dhe ma shumë se unë. Do me thonë ka pas talenta ma të mëdhaj se te, që e konsidera. Unë s'u kon talent. Ajo? Unë besoj që më ardhë prej, nështë ajo inteligenca lojës më ka bo mu dokë që jam një hapa para se tjertë. Okej. Po talent kam pas tjertë që nuk mund është me krahasu me mu. Ka pas shumë talent që kanë mujtë me depërtu, po shumë për ty s'kan arrit me depërtu, edhe kanë përfundu karrierat e tyre në futboll.
Ndërsa disa tjerë që kanë vazhdu edhe janë në Kosovë ose në Shqipëri. A ka të bëj pak edhe përveç talentit edhe punës që për folte, a ka të bëj pak edhe me atë pjesën e raporteve njerëzore, ku një telefonat në ashta krym punë? Normalisht, përsëris apet më konë talent, ki më shumë mundësi se ki menaxherat që cilën për rreth menaxherat kanë njohje me klubet tjera, me menaxher tjerë, edhe unë e bo marrëveshje bashkëpunimi me menaxher tjetër që është më afër me klubit. Kështu që ka më shumë mundësi, për ata që për dikën që ka më shumë talent apo që është më shumë i njohur. Okej, e qartë. Kështu që në periudhën kur na ka pas shumë pak menaxher, edhe shumë pak kena dalë prej asaj periudhe, shumë pak kena dalë në Europë me lu. A e ke prit që ta, kur e ke fillu, cili u konë objektivi jotë, qëllimi jotë, realisht, çka ke dasht me bo me futboll? Normalisht, kur je i ri nuk i menon ato sene. Gjatë kohës që je tu preparu, tu punu ma shumë, tu arrit me një klub ma serioz, atëherë vihen diskutim edhe rritet ma shumë egoja për me arrit ma shumë. Tash, te kjo më hynë edhe ajo që dikush ka ego për me arrit ma shumë, edhe dikush vetë kënaqet me ato që ka arrit, edhe që ajo e bën dallimin. Nëse ti vetë kënaqesh, jemi një comfort zone, një zonë komode që je kënaq me ato që ke arrit dhe nuk të intereson me arrit më shumë. E qartë. E sa është shtirë me mojt vetën të motivum? Pezojna hajde përfiton edhe Champions League-ën. Çka është tjetër për një futbollist? Në këtë aspekt janë edhe klubi ku lunti, ambicjet e klubit, për shkak që presioni shumë i lartë është, që ti me pas rezultat, nëse presioni shumë i lartë me pas rezultat e qaj klub, atëherë edhe ty të shtin me punu edhe me arrit më shumë, për shkak që nëse nuk jep ti maksimumin, nuk do me arrit më shumë, atëherë klubi, trajneri e sheh që ti nuk je i gatshëm, nuk bën performancat mira, edhe gjejnë zëvendësuesin edhe ti mundesh me shku, nëse të lirojnë të shesin ose të huazim, edhe pastaj nëse ti në këtë rast nëse unë huazona prej Napoli, që kemi një klub të dërë, me njerë është pikpyetja ajo pse si e koni gatshëm për Napoli, pse s'ke arrit me lut Napoli. E qartë. Edhe me njerë jenë dyshim si futbollist që nuk je për këto nivele. Okej, e çka du të me pas parasysh një futbollist i ri që aspiron? Cila është konë këshilla jote që ja këshe jap? Kohën ten u konë shumë e vështirë me përparu, me pas lëvizje dhe me gjetë klube. Nej, se që të thujnë krejtë se cili për vete. Po menoj që po se jena konë një periudhë të mirë futbollit, s'ka pas shumë kushtet mira. E vërtet. Sot ka shumë transferime për Kosovës. Është ma e letë. Shumë ma e letë, është pranoj du të me çdo herë me punu, me ushtru. Unë e maj men edhe i ri mu su kam su kërkush në të regu drejten. Kom bo stërritje me ekip, nëse kom bo paradite ma zite kom ushtru vetë. Me trener personal, që e kom shfrytzu trener personal për shumë të ekipit. Kom tirë me një mu me... Gjatë kohë sa ke qenë Kosovë? Në Kosovë në shtatë pak, po prej që më shku në Tiranë, në Partizan, kom fillu me ushtru 2 herë në ditë. 2 herë në ditë? Ka pas për atyne që të kanë kesh, ose të kanë bullizu, se ti po ushtron, ose qapo do këtë vetja, edhe në kështu negativisht. Vërtet, po. E qëfar, që kjo do me thonë është rutina, që kjo është qka lypët për me arrit... Fillimet, për shkak që e thëmë gjithmonë, këti kur arrin këtë Napoli, për shumë thëmë gjithmonë për qas vetën, Napoli ke arrit, është shumë shtirë me gjithë një kampionat ma të fort, që të rritë ty. Se ti nëse arrin maksimumin të një ekip, të një ligë, për shembull, kom arrit maksimumin në Shqipëri, nëse unë qëndroj në Shqipëri nuk më i merrit nivelin të performancës. Okej. Liga arrin prej Shqipërisë kom shku në Kroaci, niveli ala më i lartë. Kur më shku në Kroaci kom thonë vështirë me lu, është ritmi më i fortë, servisi më të fortë. Kom shku në Itali, ala më vështirë. Nëse ti rrim me një nivel të ligës,
është shumë e vështirë me përparu. Niveli ligës, që Okej. kom pa në karrierë tem, mu më ka shti me punu ma shumë edhe me arrit. E çka për te i Napolit? Çka është çajo pika tjetër? E për Që te tash për te me Napolit, çu është shumë pak diferenca me klube tjera. Ka klube, tash për shembull, ka shumë pak klube që mujnë me transferu ty si lojtar i Napolit, për shkak që kërkojnë shumë parë në transferim. E pastaj ndikon edhe mosha jem. Nuk është më, për shembull, Manchester City vjen me të lyp ty në transferim, nuk është interesante për ata, se ata nuk mujnë me të shit më. Se për shembull unë 31 vjeç dhe pas është për ta. E çka të përmbush ty që tashti? Për te, a ki diçka që të ka met, pavarësisht që ato që i ke arrit deri që tashti, një trofej, ose një medalje, ose një çmim, ose një arritje që thu edhe qëto nëse e bëj, muj me thonë që Sa ma shumë që arrin me fitu trofej, tregon që çfarë futbollisti edhe në çfarë ekipi lun. Ajo që mund me përmbush ma shumë është sa ma shumë fitore, sa ma shumë performanca të mira, sa ma shumë trofej, po prap për lidhje me klubin, ndoshta me qeme një klub tjetër është ma let me fitu trofej. Me që kemi fitu para 2 vjetëve trofejon, nuk ka ndodhur 33 vite ma parë. Më përpara me fitu dikush. po, do me thonë një pjesën e Napoli. një pjesën e, po, 2 herë, 2 herë. edhe një herë, Edhe mas 33 vete jena ana. do me thonë 3 trofej, plus si 10 jeni 3 pik larg Interit aktualisht, Po. sa është e mundshme, sa është pjesë e mendjes t'juve me ripërsërit suksesin e para 2 viteve, para 2 sezoneve. Gjithmonë jena motivuar edhe përgatit. Çdo lojë është një sfidë e re. Ajo për mu tregu ti çdo ndeshje me rezultat tregon që po don me arrit diçka. Okej. Kështu që ti kur je si lojtar i paragjykuar për performancat tua, gjithmonë i obliguar me jap maksimumin me bë çdo ndeshje më mirë e më mirë. Për shkak që futbolli ose çdo sport jeton me moment. Momenti aktual është i rëndësishëm në sport, sidomos futboll. Askush nuk ka përmend ty për shembull 3 lojë përpara, çu ke luajë që ke jep gol, Okej. se ke luajë keq ose mirë. Do me thonë, ajo që ka ndodhur ndeshjen e kaluam, ka met ndeshjen e kaluam. Tash- Tash është ditë e re, Nëse ti isha Ndeshje e re. njerëz të fol, Po. dhe ki taku shumë njerëz tash, e kanë menjen të loja arshme. Ajo e kalumja moment aty, tash dojnë rezultat për lojën tjetër. e qartë. Prandaj çajo të shtem ty me jap maksimum gjithë edhe më konë gjithë prezent edhe i fokusuar në ato që është u ardhë. Qa po du me të pyta merë tjetër është edhe në raport me Kosovën. Qka është diçka që po i mungon Kosovës? Që po jena, nejse, njëherë kem kogja afer me arrit një sukses që shke kualifikimi në ligën në Evropian. Momentet fundit nuk funksionoi diçka dhe vazhdimisht pe kena përshtypjet që po ndodh që ajo pse po ndodh që kjo, çka është çaj elementi që i mungon kombëtarës të Kosovës aktualisht dhe që është diçka që na shtantarmën duhet me mendu, me adresu qoftë trajneri aktual, qoftë trajneri që vjen. Është duket e lehtë më kualifiku në kampionat evropian ose botëror, po është shumë e vështirë. Tu i pa ekipe tjera sa të forta janë kombëtare tjera. Nuk e di, keni pa një intervistë Belgjika. E kam pyet Kevin De Bruyne, pse gjenerata ju nuk u kualifiku në botëror, gjenerata juve e artë. Po, Lukaku, Hazardi, De Bruyne, krejt këta janë konë. Okej, na jena të artë, po Franca, gjenerata e Francës është e artë. Çdo gjenerat është e artë, sidomos në kombëtaret e forta. Kështu shumë e vështirë për ne, na jena një popull, okej, total sa mujna më konë 4 milion, 5 milion me gjithë Shqipërinë. E qartë. Po nuk kena një kombëtare, një popull i madh që kena shumë mundësi me lojtar, me pas lojtar kualitativ, lojtar që për shembull mungon sot një është më vështirë Me zëvendësu, qashtë. Ka shumë lojtar kualitativ, po nuk janë për shembull nivelet që i ka Franca, Nuk janë konsistent. Belgjika. Qashtu, po do me thonë që konkurenca është shumë e fortë. E kom përshtypjen që njëherë kem
tepër afër në 2020 në vakt, a jam mirë me gjatë kohës të Covidit, po. Masnej loja me Maqedoninë, shkoj që shkoj, ti mungove aty, mungoj edhe vedati, u kriju një farë situate kontraverze aty, Amir Ramoni jo s'po dën, Goran Pandevit njëjtën kohë, u kanë edhe po ashtu edhe i izolu, mirë po e gjeti mënyrën me ardhë minimum Maqedonisë, ndërkohë Amiri nuk po mundet, nuk mujti, nuk dashti, qysh e ke përjetu dhe qysh ka qenë saktësisht. Nuk e di, unë thjesht po aludojnë që ato spekulimet, cilat janë sillë në për media, qysh ka qenë situata, se dia e ke adresu në jarë qëto, unë qëto e kom mundësin. Nuk intereson me gjithë arsye, ose me tregu dikujt pëse unë kapiten e ekipit, ka mas shumë të prezenca, nëse unë nuk du me lu për ekip, për shtetin tem kush dëm, nëse ka mas shumë të prezenca. U konë situata Covid, ku i nga konë grumbullum me ekip, edhe unë edhe Elif Elmas, që jena konë pjesë e Napolit. Elmas, pasunas Elmas nuk jena arrit me lu andeshin. Okej. Edhe tash arsyet pse s'kena ardhur, se jena konë grumbullim, Covid, edhe nuk i mujt me ulltu. Pande u konë zona, ju nda me zona Gjelbert Portokalt edhe zona Kuqe. Pande u konë në regionin e Linguria, që është Genoa. Okej. E çdo region e ka pas po thon këtu ngjyrat, si semaforit. Po. Dikur ka qenë rrezikshmëria më e lartë shumë e çon. Pandevi ka pas zona portokallë dhe ka udhtu. Unë Elmaz nuk kena udhtu, po pastaj diferenca po pse unë s'jam shku, Pandevi u shku. Po, çashto është portretizu, sidomos me bo diferencën unë edhe Elmaz, që në një din ekip. E so ka qenë zhgënjyse për ty qaj moment se e kom përshtypjen që u ka një farë pike, një farë pine, një farë momentumi i Kosovës, i cili nashta me një shtymje të fundit, kish mujt me u kthy në diçka që me cilën i shumbur krejt që është pjesëmarrja në kampionatin evropian, so ka qenë zhgënjyse që e ke përjetu mungesën që andeshje dhe krejt masnej ato dinamikat që kanë ardhë si pasoje. Konë e fështirë se kena arrit për mes grupit D mos ga bëjt Nations League edhe nga konë të partë edhe në play-off. Mos prezenca jeme si kapitan në konë e vështirë normalisht, po njerës paragjykojnë edhe mendojnë që nuk dojna me lu ose s'ka dash me lu, soa me lu. Qfar arsye këto? A u konë Dhem se ti mënësh me arrit diçka për shtetin tonë, se na shkojna me lu për shtetin tonë, për Kosovën, nuk shkojna me lu për kërkan. As për ata që e njohëm, as ata që e njohëm, dyna për shtetin tonë dhe gjithë shkojna me knaqësi me lu. Po konë ka ndodhë humbja dhe konë normalisht gënjyse për shkak që kena pas mundësi. Po thëmë prapë kena pas mundësi, edhe pse jo e letë, se ka kombëtare që janë me vite që marrin pjesë në për kualifikimet e Europianit ose botrorit. Edhe nuk është e letë përsëris, po kemi ngellë zhgënjym. Amir, kisha pas që avon me hi se po mdo këtë donë me mërdhi që të... Hajde. YouTube, ja, që tu të përcaktoj çfarë njeri je. Në bost algoritma... Rina ma shumë kërina musafir, që tu këtë zjedhë. Okej. S'po qele se pëngëshe Fiesta Latina. Mix. Latino! Hej, Amir, do me thonë që kjo është pjesa e salonit, kati përdhes, interesant, që to do me thonë e kalën ti pjesën e ditës kur këshyr televizor, atë që ajo pjesa nalt. Po, s'po dita është paka shumë të dyja, këto ma shumë kur du me këshyr në film. Apo? është ma qete dhe... A të pëlqejnë? Kuzhiniere. Welcome. Okay. Grazie. Hello, Giovanni. No worries. It's all fine. It's all fine. What are you cooking today for us? I cook seafood, like like pasta with swordfish, cherry tomatoes, black olives. Sounds delicious. Yeah. I'm gonna rate your food at the end of the meal. From 1 to 10. It's an honor for me. Okay, është mirë këtina, mja qitë veç me frustru, pastat do ketchup, do majonez. Në fund spaghetto. Perfecto.
Hajde, Çfarë e të gatuan? shkojnë atë çka po gatun. Ej, Giovannin, Giovanni, volim kuzhinieri i Amiret, i cili erdh me përgatit darkën. Nuk e dia e ka thirrë veç për mua Amire, e ka çdo ditë. Në morë që për ty Dhe se qof- për të isha me gatu. Apo a gatun vet Amir? Jo. Jo, ha? E çish ja bën për me gatu fast food e këse sigurisht ti nuk han. Po ba i gara se shpesh e thiri Giovanni, veç për dark, si bregën e hajna në klub. Okej. Po shpak dark ka problematike se është vështirë edhe me hangër healthy, kështu shëndetshëm Qashtu. edhe kualitativ një të në kohë. Çka lypët prej teje me bo me hongër edhe qysh me ushqy jashta impianteve të stërvitse të Napolit normal kur han aty ushqim, sigurisht e keni me nutricist e krejt. A kini dietë strikte që ta jep klubi në i protokoll cilës dosh me ju përmbajt? I kena parafërsisht ato menyja që e kanë çdo ditë edhe një ditë para lojës, edhe ditën e lojës. Okej. Po për pjesën tjetër do shmë më përkujdesti se tek e fundit ti je profesionist edhe ti dush më konë vetë doktori trupit tonë, doktori asaj që hanë. Që është e shpreja, ti je ai që ka hanë. Ajo çka han, you are what you eat. Kur rrethush chips, t'ingllon çaq interesant. Ti anglisht e ke qef, e ka Po, qef. edhe ti po ki qef, po s'po qelësh shumë. So this is, sorry, swordfish. Yeah, swordfish. Okay. When I cook here, I try to cook very delicious place, but at the same time light, because Okay. I know there are some diet exigences from an athlete. Oh. And I use extra virgin olive oil, not much, and Quality. quality. Yeah, all Okay. quality food, organic. The best part of my ingredients are from my organic garden. Okay. It's my mother made for You me. have your own garden. Yeah. For Okay. in my restaurant, we have 80% of the food are produced in our garden. The vegetables, Okay. the eggs are all from our organic garden. Okay, so you have to be careful with the food so you Yeah. don't get him fat, right? No, Kena mi ingrasso jo. no, because we need Amir go In fast, good shape. go fastly. In good shape, yes. Yes. Go fastly. Yeah, he has to defend. Yeah. Yes. Amer, çka ndodh për shembull qysh e ki punën me pesh? A bëhen matjet shpesh ta në klub, a është diçka që du të minajt gati e kini kufit peshës, cilën zguxon me te i kalu, qysh shkon që kjo pjesë? Zakonisht në fillim sezonit bëhen automatjet edhe më mënu me nejt qatë nivel gjithë. Për vetë nuk e kam problem me shumë me pesh. Ma shumë kontrollohet gjendja e vjamit Okej. edhe hidratimi. Ma shumë Okay. kjo është e rëndësishme te klubi, te njerëz te stafi i klubit që me qenë hidratimi në nivel. Edhe ma pak mas vjamore. Hej, unë po duket sikur me të prezantu ty me Ma shpitone. vazhdo, ke lirin. Vazhdova drejt. Kjo është në kulm. Që to ko me flajt unë, a? Do me thonë, Dush flen. dhoma e migjve. Njerëz, Ka mësë që shplenë sa ma mirë kur e dhe që e di që është në a, kulm. a mo jogi te joti ke ma i pucit? S'fas ke investu për meq. Kjo po duket pak, Grazie. po duket e shishme. Taman, ish kom qefon e, mos moranu shumë. Çka do me thonë kë ven ku jena qëta është për ty Ameri, ke fitu nashta sukseset më të mëdha në karrieri, ke kor pej që je transferu në Napoli. Në këtë qenë servitore, do me thonë, bëm 5 vjetë që vi gati çdo ditë, edhe është tash u bo një lloj rutine,
gjithë ditë me arë, me stërvit, me përgadit lojt, me staff, me trajnerin, me bashkëlojtarët. Edhe normalisht është një rutinë që ti e njeh çdo herë edhe mundohesh me përmirësu, edhe pse është një lloj rutine, po gjithmonë mundohesh me bo ma mirë, me gjithë motivim edhe më mundu mu përmirësu. A ke mujt me vrej dallimin, shembull, prej klubit në klub, kur je transferu edhe so ka qenë dallim i madh qoftë në kualitet stërvitjev, qoftë në presionin që e ke pas prej fansave, prej mediave, prej që je transferu në Napoli, sa u konë sfiduese për ty me përballu? Normalisht të presioni shumë më i madh se është një popull napoletan që jetojnë për futboll dhe presioni është shumë i madh. Ty duhesh me përballu me kur shkon mirë, kur shkon keq, kur hub, kur bën gabim, se këto janë këtë pjesë lojës edhe pjesë të sportit. Po normalisht me lujt për një ekip që Napoli është ëndër, ka qenë si nëse ke menu si fëmijë atër ke thonë lerish që është një ëndër edhe për mu realizu ajo ëndër, a ke mujtë me besu ajo, po ka ndodhë, kështu që tash është realitet edhe nina shumë mirë që jam pjesë e kësaj familje, me gjitha presionet që i kemi, për rezultate, për shkak që jemi një ekip që kërkan rezultate. Po para 2 vjetëve kemi arrit këtë rezultat që kur jemi shpall kampion, edhe ka qenë me të vërtet aty e kom pas sa është rëndësishme për napoletant. Qysh e ke pas fëmijërinë kështu? Tu rri, pa u konë që kjo, a e ke pas gjithë futbolin, si me thonë, pike referente, që ta di me bo, që ta ka me bo, a është diçka që ka ardhë natyrshëm? Si fëmijë, kur e kom nis, i kom pas 8 vjetë, edhe s'kom dash me anis, s'kom pas qef me lu futbol, kështu në ekip, s'm ka pëlqy thjesht, nuk e di, s'kom pas. A s'ka pëlqy ty futbolli? Jo, m'ka pëlqy futbolli me lut me shok lagjen, mahall. Okej. Edhe ma ka përmen babi shumë herë hajde shkojna se ka pas një trener mik që e ka njoft edhe ka dash me më qu me stërvit me ekipin, po 3-4 herë e kom refuzu. Okej, në cilën mosh po flasim? 8 vjeçare. 8 vjeçare. E kom refuzu në atë mosh edhe një herë ka ndodhë jam shku, një herë, 2 herë, pasaj të e përsërit edhe u bo si pjesë e jetës tem, po nuk është një moment specifik. Nuk është një moment që kom zgjedh me bo futbollin derisa jem rrit me dalin me ekip parë. Po kur më konë gjatë kohës që jem rrit, jem shku paralelisht edhe shkollën edhe futbollin. Okej, ti shkollën fillore e ke kryu në Hasan Prishtinë. Të mesmën pastaj është dasht me ndërprej në gjysë, tha? Po për shkak që kalova në Shqipëri te Partizani, edhe mu desh me ndërprej sepse është e pamundshme, nuk unë e pamundshme mi majtë e dyjet. E qa do me thonë Superliga e Kosovës për ty, Amer? Superliga e Kosovës kom lu 1 vjet e gjysë aty. Rami Sadeka edhe në Drenic. Në Drenic, Rami Sadeku ka qenë ligë parë, një ligë ma poshtë. Po e ke nis në Rami Sadek? Në Rami Sadek me ekip parë kom lu direkt me 16 vjetë. Do me thonë në ligë inferiore të Superligës të Kosovës e ke fillu. Po, ligë 2, mas nej vitin pasus ke përfundu në Superligë me Drenicën. Pas i ke impresionu me paraqitja. Normal, moshën 16 vjeçare, qysh ka qenë qaj tranzicioni? Konë edhe që s'kom lu në junior, është di kategoritë pi kadeta, është kadet junior edhe ekipa parë. Në pi kadetve kom kalu direkt në ekip parë. Pjesën e juniorve se kom lu heq. Edhe jom falendrus trajnerave Rami Sadiku, Drenicës që më ka njep, sidomos Rami Sadiku që më ka njep mundësin me lu me ashtë mosh treku edhe jom dalin pa. Me thonë, edhe pse ka qenë liga parë, po është full për mu edhe kam pas njerës informacione se është një djali i ri që po luan në ekip parë me 16 vjetë. Që në atë kohë ka qenë e rallë. A ke pas aspirata me përfundu që të ku jenë e i herë, a ke mendu? Unë e kom një që çdo ligë që kom kalu, çdo klub, e kom një që e kom arrit maksimumin të qaj vend që jem konë. Të qaj klub që jem konë, e kom
e kom një që jem tu e arrit maksimumin, edhe nuk kom çka me jep këtu se unë isha që jam i gatshëm me bo një hap manalt. Në çdo klub ka ndodhur kjo, çdo klub derisa kom marrë te Napoli që besoj që është nivel shumë i lartë. Po, do me thonë e ke marrë hap pas hapi. Po. E kom një gjithmonë nevojshme me kalu me një hap manalt, se e kom një që muj. Këtu kur e keni fitu Scudetton para 2 viteve, në 2023. Po. Do me thonë titulli i parë mas 30 vjetëve. Mas 33 vjetëve. Mas 33 vjetëve. Viti kjo është Scudetto i tretë. Scudetto i parë i dytë ka qenë kohën e Maradonës 2 vjetë radhazi. Edhe mas 33 vjetëve kemi arrit ky grup i lojtarëve me fitua për Scudetton. E kur e keni fillu në fillim të sezonit, a u kon pjesë e objektivave Scudetto, apo ka qenë veç top 4 që ose top 5 që ose zona e Evropës? Normalisht Napoli gjithë lufton për krejun e tabelës. U kon ai problemi që ka shumë lojtar kanë nik qatë fillim sezone, do thëmë në pjesën ku bon transferet. Shumë lojtar kanë nik, lojtar të rëndësishëm, Koulibaly, Mertens, lojtar që janë konë shumë vite këtu të rëndësishëm. Insigne ka pas shumë lojtar. Edhe kur se ka prit që kena me arrit këtë lloj suksesi. Bile ka pas shumë dyshime që kena me konë mes tabelës ose as në zonën e Evropës. Çka do të me pas mas shumë ti kujdes? Një futbollist që është tu aspiru. Po besoj kur je ma i ri, nuk e ki këto probleme me ushqimin, që ka me zhjith më hangër, paka shumë mund është me hangër këtë se është metabolizmi ndryshe kur je ma i ri. është shumë e rëndësishme stërvitja. Stërvitja jashtë klubit nëse nuk je nivele të larta, po nëse je nivele të larta gjithmonë ka kohë me stërvit individualisht me trajnera. Po besoj ai është suksesi, ai është çelësi suksesit për me arrit diçka. Derisa vjen ekip parë, këtë rast Napoli, që është tash shumë e vështirë me stërvit individualisht se është ka shumë lojë, stërvitjet e forta edhe stafi edhe trajneri e din parafërsisht sa më na ngarku për lojën që vjen në vikend. E çfarë përgjithësia është me qenë me lujtë si mbrojtës? Shumë e vështirë është më kon mbrojtës edhe me pas që të presion të në kohën që bën ai gabim edhe fajët ose një gabim i vogël i joti, nështë edhe jo gabim, po aftësi e sulmuesit me jep gol delti si pjesë e keqe. E cili është sulmuesi më i shtirë me të cilin ke pas punë karrierë, kështu po foli prej që ja bo. Duele 1 kundër 1. Po. Kemi pa edhe dje kur hi Rafael Leao. Leao, po, Leao, fantastike. për mu është lojtari më i kompletuar. A po? Ok, tash i ka ato ndalesa gjatë lojës që 10 minuta për shkak nuk e sheh që është në lojë. Po. Po kur të merr topin e sheh diferencën. Është i fuqishëm edhe shpejtësinë e ka maramensme. Ti ke Am ke gjithë mua jo? Po, çe këto. Kjo buzëqeshja e fshehur. Që të foto e kena edhe në zyre dikon e kom përshtypjen. Prime. Edhe bashkë me komtarën, po. Opa, me kry. Amir, ti e ke pas do me thonë sezonin e kalum edhe përqindjen e saktësisë në pasime ma të lartën. Edhe sezonin e kaluar edhe këtë sezon. Edhe këtë sezon e pash, po halo si su mbyll sezoni, halo ishe të dominu, do me thonë. Sa është e shtirë si statistik me u arrit, me pas saktësim, do me thonë prej krejt lojtarve. Është e vështirë, po folim, ke lojtarë zakonisht me short kanë ma shumë pasime. Po pak varet edhe për klubit ku lunë. Na njëm një klub që një ekip që e mojna topin shumë edhe qarkullojna shumë topin. Edhe besoj ajo ka ndiku që unë me pas këto lloj statistika. Do me thonë që kjo është hapësira jote në zhveshtore ku ti ndrohesh normalisht, se s'ki që ka bënd tjetër. Po, facarie kështu. Ma mirë këtu. Ha? Ku ma mirë? Jo, live ma ndryshe. Edhe si karakter po mdukesh ma ndryshe live.
Po, Pekini farë, po, që kjo ka lëzën shumë, se të bëjnë qëto, me dhe që ka po du me thonë. Qëto janë trener ka du me thonë, Hajde veshu. qëto e kisha vesh qëto, Veshu. naltën. Opa, te hekin e herë qëto. Do me thonë, Amer qëto e ki, a ndryshojnë këto, pe i sezonin sezon, a Po ndryshojnë, gjithëherë ndryshojnë diçka. Okej. Sa shumë të ka ndryshu jeta prej transferimit Napoli Amer? Ka ndryshu gjithë shka se do të me tash merret me ushtru ndryshe, me lujt ndryshe, ma shumë loj. Pra po thëmë kjo vit ka pas ma pak loj, po gjithmonë je ngarku me loj. Kur i lun Champions League ose në Europa League, i loj gjithë mes javë edhe në weekend. Edhe për një metë më kon fokus veç në ekip shumicën e kohës, në futboll edhe më përgatit për loj, për shkak se edhe duhet që karriera e jonë nuk është aqe gjatë. Qendra stërvitore. Fusha stërvitore, qendra Shanej. Qendra kem mrena. Po. Kjo është fusha e parë, numër 1, janë gjithse 3 fusha, një mas një. Okej. Ku gjithë ditë bëjna stërvitje, varet prej që si qysh i rujnë fushat. Po. Përshka që me Si mi ushtru, sigur të agudzoj me ecë me patika që kënej. Qështo, mos për dëmtojna. do të me pas kujdes shumë për mos mi prish fushat, kështu që i ndrojnë një ditë ushtrojnë në fusha e parë, një ditë fusha e dytë. Qka është për ty me lujt në bari artificial? Po me lu në fusha artificiale është shumë sen një keq, shumë e fortë edhe është rrezik për me pas lëndime dhe pësu lëndime. Edhe nuk ekziston më me nice. Ka gja nice, ha? Nice. Hajde, po shëton. Hajde. Qëre. Ka gja për avla, hajde edhe nja. Ajna gati. Hajde. Nice këmë këci veç. Hajde shko pi kornerit të provoj një shut. Një kras. Jo kros, me jem gol pi kornerit. Une a? Po. Hajde edhe te. Hajde ti par. Hajde. No. Ja, s'ke shumë keq. Leje njeri. Leje këtë farë pune. Unë i thash. Hajde te provoje. Unë i thash që to jetë. No, për pak. Gol. Kush është lojtari ma i mirë për ty, këne ke pas idhull të rrit? O, çfarë pyetje e mirë. A e nje Thomas Vermaelen. A i ka pas njeri veç 2-3 sezonat mira. Vermaelen e vështë të vërtet, po që atë kohë kur ka nisë me këshqyr futbolin edhe më kënë tifoz me Arsenalin, e ka bo diferencën, e ka pas një stil të veçantë, një vetbesim, një kualitet me topin që e kom pa të ai që më ka pëlqy gjithmonë. E futbollisti ma i mirë shqiptar aktual, që lunë në Kosovë, në Super League, ose në Ligën e Shqipërisë? Kohëve të fundit s'kom arrit me përcjell, po më ka pëlqy si stil futbollisti Blendi Baftio. Blendi Baftio. A keni? Po, qysho. Po nuk kom arrit me përcjell viteve të fundit. Tu e falenderua edhe njëherë Amirin për pritjen që na ka bo këtu te klubi i Napolit, të qendra stërvitore mas ndeshjes kundër Milanës. Unë po e mbylli këtë intervistën për sot, mos harroni, unë jam Burim Pacolli, me që ta më rëmgjeni në krejt platformat kudo që jeni jo prezent, jo me dhe one, kështu që siguroni me ma bo follow në njërë që me ju shfaq sa ma shpesh.